Nëse do një ushtri, votoni këta. Nëse do një asfalt, votoni ata. Për mu, prezantimet ishin krejtësisht bajate, programet ishin edhe halama bajate. Pra, me folë për shëndetësi, që është folë që 16 vjetë, dhe me mendu që jeni të thonë diçka të re, për mu është shqetësuese. Unë besoj që kem problem strukturor me shëndetësi. Dhe unë besoj që kohjen që janë të jajep, që njës nga LDK e për e vazhdojnë vetë vendosje, është drejt privatizimit të sektorit të shëndetësisë. Është një rregull universal që së në demanton askush këtë studio. Sa ma private, shëndetësia aq ma e shtrejt. Sa ma e shtrejt, aq ma e dopt. Pra vendi që ju e doni gjithë, e që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kanë shëndetësinë më të keqe për vendeve që janë zhvilluar. Ky model që jeni të dashur me bu, është model i skemave, të përfitimeve, të bizneseve. Dhe në anën tjetër, qytetarët e Republikës, kur e dëgjoni dikon të folë për shëndetësi, po nuk flet për buxhet, dijeni që është ju mashtru radhazi si kur gjithë hera tjerë. Në krahun tam të majt, krejt paret i kanë qenë në asfalt. Në krahun tam të djathtë, krejt paret piqojnë në ushtri. Pra del kandidati për kryeministër, prezanton 1 miliard euro në ushtri, edhe në arsim vjen i lexojnë do rreshtat të cilët s'kan kurrë fare relevancë. Domethënë fokusi është i qartë, dikush do në ushtri, dikush do në asfalt. Unë besoj që vetmja rrugë e zgjidhjes së problemit është ndërhyrja strukturore dhe besoj që për një afat 5 vjeçar do duhet të gjitha shërbimet private, përveç ato estetike, edhe eventualisht diçka që është shumë specifike, që s'mundet më mbajnë në publik, të gjitha shërbimet duhet kthehen në publik. Dhe investimi financiar në buxhet, shëndetësia dhe arsimi duhet jenë top 2 linjat buxhetore më të mëdha. Nëse do një ushtri, votoni këta. Nëse do një asfalt, votoni ata. Ama nëse do një shëndetësi, arsim nuk janë adresa.